إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Në këto ditë shumë prej njerëzve e festojnë lindjen e Isës alayhi salam. Mirpo, ato nuk e festojnë lindjen e një të dërguarit të Allahut, mirpo e festojnë lindjen e birit të Zotit Allahu na ruajt. Isa alayhi salam është profeti I fundit I Beni Israilëve. Allahu e qoj Isën alayhi salam si I dërguar I Allahut tek Beni Israilët, për të cilët thot Allahu në Kur'an: "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum." Thot, përkujto kur Isa alayhi salam u tha Beni Israilëve: Inni rasulullahi ilaykum, unë jam I dërguar I Allahut tek ju. Pra Isa alayhi salam nuk ju tha se unë jam Zot, nuk ju tha se unë jam I biri I Zotit, tha unë jam I dërguar I Allahut tek ju. Pra Isa alayhi salam ishte prej profetëve, prej të dërguarve të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ishte prej pejgamberëve më të mëdhenj. Ishte prej pejgamberëve ulul azm, njeri I madh dhe I dashur I Allahut subhanahu wa taala. Lindja e Isës alayhi salam ishte mrekulli prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Ishte dukuri e jashtëzakonshme, e cila I tejkalonte ligjet e natyrës. Isa alayhi salam lindi nga Merjemja, një vajzë e ndershme e Beni Israilëve, e cila ishte e dhuruar për të shërbyer Mesjidul Aksas, ishte e dhuruar për të shërbyer Xhamis Aksa. Pra ishte shërbëtore aty në xhamin e tretë më të shenjtë dhe më të madhe të besimtarëve musliman, Mesjidul Aksa, e cila gjendet në Palestinën e pushtuar. Allahu I madhruar thot në Kur'an: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. Thot përkujtoni o besimtar, përkujtojeni Merjemën, të bijën e Imranit, e cila e ruajti nderin e saj, ishte e ndershme, dhe ne I frim nëpërmjet shpirtit ton për krimin e Isës alayhi salam. Pra, krimi I Isës alayhi salam ishte nëpërmjet një fryrje, ishte një fryrje në barkun e nënës së tij na Merjemës. Pra ishte mrekulli prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Ky ishte rast unik. Ishte rast unik që nuk ishte ndodhur më herët, edhe që nuk do të ndodh kurrë deri në ditën e gjykimit.
Dihet se natyrshmëria e njerëzve në tokë është se njeriu apo fëmia lind prej nanës dhe prej babës, ndërsa Isa alayhi salam lindi vetëm prej nanës. Dhe kjo është e ngjashme me lindjen, me krijimin e Ademit alayhi salam. Allahu subhanahu wa taala e krijoi Ademin alayhi salam pa nanë dhe pa babë, e krijoi prej lloçit, prej baltës. Dhe nuk është e çuditshme që tashmë kriju Isa alayhis salam vetëm prej nanës, se Allahu është i plot fuqishëm dhe Allahu është i gjithë fuqishëm dhe Allahu është i urtë në veprimet e tina. Isa alayhis salam erdhi për ta pohuar këtë mrekulli, edhe për ta treguar realitetin e tina, u foli njerëzve në djep. Qysh kur ishte në djep, Allahu e bani mrekulli, se dihet që fëmia kur në djep nuk fol. Allahu e bani që Isa alayhis salam qysh në djep, mi u fol njerëzve. Allahu e ka cek në Kur'an ku ka thënë: "Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Ai Isa tha: "Unë jam rob i Allahut, i cili ma ka dhënë librin, Injilin, dhe më ka bërë profet, më ka bërë të dërguar të Allahut dhe jo Zot, dhe jo bir të Zotit. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Ai Allahu më ka bërë të begat kudo që të jem, dhe më ka porosit për namaz dhe zakat sa të jem gjallë. Wa birran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dhe thot, ai më ka bërë të sjellshëm në nënën time dhe nuk më ka bërë tiran, nuk më ka bërë zullumqar. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Thot, paqja qoftë mbi mua ditën që linda, ditën që do të vdes, edhe ditën kur do të ringjallem. Pra ky ishte Isa alayhis salam, i dërguar i Allahut, njeri i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Isa alayhis salam erdhi me argumente dhe mrekulli prej Allahut të lartësuar. Mrekullit janë dukuri të jashtëzakonshme që njerëzit me logjikën e kësaj bote, njerëzit me logjikën që Allahu ka dhënë, nuk mundin me perceptu, po e besojnë ashtu siç është, se është prej anës së krijuesit të gjithësisë. Allahu ka dërguar mrekulli për t'i frikësuar mohuesit e Allahut, për t'i frikësuar mohuesit e Allahut prej dërimit të Allahut, dhe Allahu ka dërguar dhe ka bërë mrekulli për m'ia urit imanin në zemrat e besimtarëve, për më uarit besimin njerëzve, për më uarit besimin muslimanëve, edhe për ta bërë përfundimisht dalimin nga besimtari dhe nga mohuesi, nga muslimani dhe nga jo muslimani. Isa alayhis salam erdhi me një libër prej Allahut të lartëmadhëruar, me Injilin, i cili përmbante këshilla dhe përmbante lehtësime. Allahu e ka thënë: "Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum." U ka marrë juve si vërtetuas i Tevratit. Tevrati ishte libër që Allahu ja kishte shpall Musës alayhis salam tek populli, tek Ben Israilët, dhe për t'u lejuar disa nga ato që ishin të ndaluara. Pra, Tevrati apo ligji i Tevratit që ka pas Musa alayhis salam ka qenë më i vështirë, ka qenë më i rreft, dhe Allahu e ka dërgu Isa alayhis salam, ja ka shpall Injilin, që më u lehtësu njerëzve. E ke di shpesh që në kohën e Musës alayhis salam i kanë pas obligim 50 namaze. Pra ka qenë, ligji ka qenë më i rreft, sheriati ka qenë më i rreft. Allahu e ka dërgu Isa alayhis salam që më u lehtësu njerëzve dhe mos më u vështirësu. Allahu tregon në Kur'an se Allahu e ka ngrit Isa alayhis salam dhe e ka afruar afër vetes së tina. Allahu e ka ngrej me trup dhe me shpirt Isa alayhis salam, dhe ai është ende gjallë.
Dhe dihet se Isa alayhis salam para se të bëhet kiameti do të zbret në tokë dhe do ta mbyj Dajjalin. Pra Isa alayhis salam, zbritja e Isës alayhis salam është prej shenjave të mëdha të kiametit. Pra Allahu e ka ngrit në qiell Isën alayhis salam. Që ka thënë Allahu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Pra ata as nuk e vron, as nuk e kryqëzuan, pa ashtu jo zhduk atyre. Pra nuk e kanë kryqëzu Isën alayhis salam. Para mendoni çfarë logjike kanë të krishterët. Thojnë se Zoti sipas atyre e ka kryqëzu të birin. A ka ndonjë bob që e kryqëzon birin e vet, që dëmton birin e vet? Kështu çfarë logjike kanë? Isën alayhis salam nuk e kanë kryqëzu, nuk e kanë vrarë, pa atyre është dok. Kështu na tregon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Dhe thot i mallkuam ata për shkak të mosbesimit të tyre ndaj Isës alayhis salam. I kena mallku ata. I kena mallku ben Israilët për shkak të shpifjeve të mëdha që thanë për Mariamën dhe për fjalët e tyre. Ne e vrau Mesion, Isën të birin e Mariamës, të dërguarin Allahut. Po Allah thot, ata as nuk e vranë, as nuk e kryqëzuan, po kështu jo zhdok atyre. Pra prej krimeve më të mëdhaja, prej shpifjeve më të mëdhaja që mund të mja bëjë dikush Zotit, është me thonë se Zoti ka fëmijë. Është me thonë se Zoti ka fëmijë, me thonë se kjo është i biri i Zotit, Allahu na ruajt. Kjo është prej krimeve më të mëdhaja, kjo është prej shpifjeve më të mëdhaja që mund të më na çojë zjarm të xhenemit. Ndërsa shpëtimi është në tauhid. Shpëtimi është në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm me tauhid mundna me shpëtu, ndërsa me kufër, me shirk, me mohim ndaj Allahut subhanahu wa taala, me mohim ndaj shpalljeve të Allahut subhanahu wa taala, vetëm se kina me humb, vetëm se kina me dështu dhe fundi jon mund të më kanë zjarmi i xhenemit, Allahu na ruaj. Elus Allahu në madhruar me na bë për njësuesve të Allahut në tokë, që e njësojnë në Allahun ashtu si që meriton Allahu subhanahu wa taala. Elus Allahu në madhruar me na bë me iman dhe me besim, me na mundsu me vdek me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Elus Allahu në madhruar me na mundsu me pas përfundimin e mirë. Elus Allahu në madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarm të xhenemit. Elus Allahu në madhruar me na ndrishu natën e varrit, me na lehsu urën e siratit, dhe elus Allahu subhanahu wa taala me na të bun xhenet, qashtu që na ka të bun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.